Shihemi më 17 në orën 10:30. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, Shërbimi i Deputetëve konstaton se në sallë jemi 111 deputet, andaj mund të vazhdojmë ku kemi mbetur te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11 dhe 13 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor. Përmimin e komisionit zgjedhor nuk pati kuorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? E 5 deputet kanë votuar për, 1 ka qenë kundër, abstenime nuk ka. Shihemi më 17 në orën 10:30.